Përshëndetje të dashur shikues. Do të doja të tërhiqja vëmendjen tuaj në një konferencë shumë të rëndësishme për shtyp në lidhje me zbulimin e aktiviteteve të fshehta bërthamore të regjimit iranian nga zyra përfaqësuese e Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit në Washington. Së pari, do të shikojmë raportin e Foznes të America mbi këtë çështje dhe më pas do të dëgjojmë shpjegimet e zë Alireza Jafarzade, zëvendës kryetarit të zyrës së Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit në Shtetet e Bashkuara. Të martën, më 10 qershor 2028, zyra përfaqësuese e Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit në Cvigust, në Shërbëa mbajti një konferencë për shtyp për të zbuluar informacione të reja që ekspozojnë programin e vazhdueshëm të armëve bërthamore të regjimit iranian. Alireza Jafarzade, zëvendës drejtori në Cvigust, dha detaje mbi gjetjet e marra nga rrjeti PMI brenda Iranit, duke zbuluar vazhdimin e përpjekjeve për armë bërthamore sipas planit Kavir të fshehtë, të iniciuar në vitin 2009 me urdhër të udhëheqësit suprem të regjimit Ali Khamenei. Mirë, tani një ekskluzivitet i Foznes për ju mbi ambicjet bërthamore të Iranit. Emri i koduar është Plani Kavir dhe Këshilli Kombëtar i Rezistencës së Iranit po heq perden mbi planin sekret të regjimit. Sipas nësori, Kavir u nis me urdhër të drejtë të Ajatollahut që në vitin 2009. Ai funksionon në mpetkun e projekteve komerciale fiktive që fokusohen në ndërtimin e raketave për lëshimin e satelitëve. Ndërkohë që bota ka qenë e përqendruar diku tjetër, regjimi në Teheran ka arritur të forcojë programin e tij të armëve bërthamore dhe të zgjerojë rrezën e raketave, të cilat potencialisht mund të mbajnë një koka lufte. Sot, në konferencën tonë për shtyp, zbuluam një plan të ri të ndjekur nga regjimi iranian për të zhvilluar armë bërthamore. Plani quhet Plani Kavir, Kavir që do të thotë shkretëtir, i cili është një zëvendësim për planin e vjetër Ahmad që u zbulua dhe u la mënjan në vitin 2004. Por sot zbuluam se që nga viti 2009, ky plan i ri Kavir kishte zëvendësuar planin Ahmad. Jo vetëm kaq, por ky është një plan shumë më i avancuar, më i gjerë dhe më i sigurt se sa plani origjinal. Ne zbuluam se si Ministria e Mbrojtjes, Garda Revolucionare, në veçanti organizata Sepah, e cila është enti kryesor për armatosjen bërthamore, është në qendër të planit Kavir. Ne zbulojmë se si udhëheqësi suprem Khamenei ka qenë pas këtij plani që nga dita e parë e ka ndjekur planin dhe ka përdorur zonën shkretinore në provincën Semnan, e cila shtrihet edhe në Teheran dhe Qum, pra zonat e shkretëtirës Kavir, që përfshin një numër vendodhjesh, të cilat i treguam në hartë dhe që janë pjesë përbërëse e planit Kavir. Rëndësia e zbulimit sot qëndron në faktin se tregon se programi i armëve bërthamore i regjimit iranian nuk është ndalur kurrë. Përkundrazi, ai është përshkallëzuar dhe po ecën përpara me shpejtësi. Ne i bëjmë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të mbyllë të gjitha vendet bërthamore të Iranit. Çdo entitet i lidhur me pasurimin duhet të mbyllet. Çdo vend i lidhur me programin bërthamor të regjimit iranian, qoftë civil apo jo civil, duhet të mbyllet. Ne i kërkojmë JAS të marrë përgjegjësinë për të monitoruar mbylljen. Nuk ka nevojë për inspektime, marrje mostrash apo gjëra të tilla. E vetmja përgjegjësi që mbetet është të mbyllin të gjitha. Ne i bëjmë thirrje komunitetit ndërkombëtar të kuptojë se mënyra e vetme e sigurt për t'i dhënë fund kërcënimit bërthamor, kërcënimit të terrorit dhe vrasjeve në Iran është t'i jepet fund sundimit të klerikëve. Dhe sigurisht, kjo është përgjegjësi e popullit të Iranit dhe rezistencës së organizuar. Ne kemi thënë se e vetmja gjë që duhet të bëjë bota e jashtme është të njohë të drejtën e popullit të Iranit për t'i dhënë fund sundimit të klerikëve, të njohë të drejtën e njësive të rezistencës së mekut brenda Iranit për t'u përballur me gardën revolucionare dhe për të sjellë ndryshim. Një republikë lirë, demokratike dhe jo bërthamore në Iran do të ishte zgjidhja, jo vetëm për popullin e Iranit, por mendoni për ndikimin e madh që do të kishte në të gjithë rajonin dhe botën.